mirë se keni ardhur prapë te Tretkas Albania. Kemi atë 2 javë që nuk e kemi bërë podcastin. Unë kam qenë me pushime dhe pjesëtarët e tjerë podcastit kanë pasur angazhime të tjera. Më në fund jam prapë në Londër dhe kam mundësi që të ulem këtu dhe të diskutoj për tregjet financiare si gjithmonë, dhe të diskutojmë le të themi gjërat fundamentale, teknikale për aksionet, për kripton, një nga temat kryesore për shumë shqiptarësh, gjendja e kriptos dhe kur do rritet kripto apo do shkatërrohet komplet, dhe kemi dhe për madhët kryesor, Floriri ka pasur rritje të jashtëzakonshme, një rritje që mund të themi euforike, ku po shikojmë dhe njerëz të thjeshtë që po hyjnë në radhë për të blerë Florir të vërtetë, domethënë jo ta blejnë kontratat me vlerë që janë online ose CFTs, të blejnë realisht bullion quhet anglisht, të blejnë Flori fizik. Kemi dhe ca ngjarje të tjera që kanë ndodhur këtë javë, ka qenë një javë interesante. Dohet më loj herë pak çfarë ka ndodhur 2 javët që kanë kaluar. Kemi pasur tensione midis Trumpit dhe Kinës për tarifat. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore, dhe ndoshta arsye kryesore pse tregjet u shitën pak, sidomos tregjet më të rrezikshëm që ishte kripto. Kjo doli si një ngjarje pa pritur dhe pa likuidime të mëdha, diku te 20 bilion, 19 bilion që ishin likuiduar te exchange-et në futures. Kjo tregon që kjo është për çdo person që dëgjon këtu, që po traktove me leverage ke rreziqe të mëdha. Shumë tregtarë kanë folur online dhe kanë thënë që kush e priste që do e kishte një ulje e gjëra të tjera. Te Tradecasti këtu unë e kam pritur dhe ju kam thënë që tregu nuk është gati për një lëvizje serioze për lart, sepse kemi shenja dobësie. Të paktën ne këtu jemi munduar t'ju informojmë dhe t'ju përgatisim që mos të kishit humor në atë lëvizje të jashtëzakonshme, dhe shpresoj që shumica nga ju nuk jeni likuiduar dhe të jeni një pozicion që ndoshta jeni në spot, jo me leverage dhe të keni mbijetuar, tani ndoshta mund kemi një rritje edhe keni menaxhuar situatën. Gjërat e tjera që kanë ndodhur këtë javë të paktën, kemi pasur bankat rajonale amerikane që kanë treguar probleme, kanë treguar shenja që kanë probleme në balance sheet dhe problemet me borxhet. Okay? Kjo situatë ka krijuar le të themi humje të mëdha në sektorin bankar britanik, ka qenë 11 bilion pound që janë humbur nga frika e bankave rajonale. Zutyshim te kjo temë, po kjo ishte një nga arsyet pse ne patëm shitje të enjtën dhe të premten, dhe e kam diskutuar në Telegram dhe në Discord me antarët aty. Kemi pasur dhe Floriri. Floriri ka qenë le të themi tema më interesante këto 2-3 javë të fundit, sepse ka pasur rritje të jashtëzakonshme. Edhe do të thonë që është pak interesante që kemi parë rritje të jashtëzakonshme te Floriri dhe njëkohësisht kemi parë rritje edhe te aksionet dhe vetëm ulje pak te kripto. Nuk është që kemi parë ndonjë ulje shumë të thellë. Do të thotë që a ka diçka që nuk po shkon te tregjet financiare që njerëzit po blejnë Floririn dhe Banka Qendrore po blejnë Floririn. Unë jam munduar ta diskutoj disa herë këtë gjë dhe ju kam thënë që Kina dhe Banka Qendrore të tjera po blejnë Floririn sepse duan të dalin nga dollari, duan të dalin nga varësia e dollarit, dhe po bëhet një farë lufte tani që kush do fitoj nga këto shtete. Do fitoj Amerika apo do fitoj shtetet si Kina dhe të tjera që po blejnë Floririn. Këto shtete po mundohen të mbulojnë veten nga një kresh të jashtëzakonshëm që mund ndodhi në treg, dhe unë jam munduar që dhe ju t'ju informoj sa më mirë që të menaxhoni, të manevroni në këto lloj tregje të turbullta me komplikime. Banka Qendrore po blejnë Florin për këtë arsye, po diversifikojnë, po mundohen të dalin nga dollari, varësia e dollarit, sepse Trumpi ka thënë shumë hapur me
me intervistat të ndryshme që ka folur, që mund të bëj shteti amerikan diçka që të blej Bitcoin dhe pastaj ta paguaj borxhin me Bitcoin. Kjo për mendimin tim ka qenë arsye kryesore pse mikrostrategjia dhe kompanitë të tjera tani pa akumulojnë në mënyrë masive Bitcoinin. Sepse si çdo kompani kur ndërtohet ka një exit, një plan exiti. Kur një aset blihet, nuk da marrësh përgjithmonë dhe ta marrësh vetëm në balance sheet. Balance sheet është statement financiar që tregon që ti ke, le të themi, X asete. Unë kur blej prona, për shembull, do blej një pronë. Nuk e maj pronën për ta majtur pronën dhe për qenë aty. Mundohem që të nxjerr ose ta shes pronën mbas i frakohe përfitime. Edhe mikrostrategjia do ketë një exit plan. Exit plani, për mendimin tim, është transferta e kriptove ose Bitcoin që kanë bler te shteti amerikan. Kemi parë shenja të para që shteti amerikan ka filluar tani të investojë te kompanitë private me Intelin, që ka investuar aty edhe ka bler 10% të kompanisë. Kjo ka qenë një nga drejtimet tona. Kjo situatë tregon tani një farë turbulencë lufte ekonomike që po krijohet midis Amerikës dhe Kinës dhe ca shtete të tjera. Kjo është një situatë që duhet ta marrim në vëzhgim në javën në vazhdim, që të shikojmë se si do manevrojë tregu. Floriri në këto nivele që është tani, për mendimin tim, nuk duhet të bleni, sepse është jashtëzakonisht i lartë dhe do ta mulojmë pak më vonë në anën teknikale, pse është mundësi që nuk ja vlen tani për momentin, mund të bleni ndoshta mbas një tipi, gjithmonë do të bleni me çmime më të arsyeshme dhe për të tregtuar me rërë të mirë. Tani është maksimum rrezik dhe është vetëm për tregtar afat shkurtër, nuk është për tregtar buy and hold. Jeni me vonesë te Floriri. Shenjat e Floririt janë problematike, sepse para Floriri tani, dhe ndoshta Amerika mund të shkaktojë një rënje te Floriri për faktin që është i lidhur shumë me shtetet kryesore dhe banka qendrore të tjera, jo me Amerikën. Do kemi turbulenca dhe situata të tjera në treg që ndoshta dhe tregjet e tjera ulen dhe bëjnë ndonjë flash crash. E pam shenjat e flash crashit te kripto, thjesht duhet folur diçka Trumpi për këtë gjë. Kemi dhe bankën qendrore ose IMF anglisht, që është International Monetary Fund, Fondi Internacional Monetar, do të jetë shqip, po gabova duke shpjeguar shqip, do ta kuptoni që unë kam jetuar jashtë që mosh vogël. I gjë që do të thoja këtu është që ka thënë banka qendrore, IMF ka thënë që tregjet ndjen shumë rehat me rrezikun, dhe probabiliteti është i lartë që mund të ketë një correction, një farë ulje. Edhe mund t'i jap artikull këtu se unë i kam lexuar dhe do t'i ndaj me ju. Global market correction, dhe arsyeja kryesore është rreziku. Tregjet ndjehen shumë të sigurt për të marrë rrezik. Okay? Kjo është një nga artikulli që kam lexuar, por kam lexuar dhe raportin e IMF-s për këtë arsye. Kjo është një shenjë tjetër për Floririn, do ta dërgoj tani do ta nxjerr tani për Floririn, për gjërat e tjera që kanë ndodhur, pastaj do të diskutojmë më në detaje më vonë. Te analiza teknikale, bankat angleze, dhe është një diçka që është shumë negative për ekonominë britanike. Vazhdon ekonomia britanisë që të tregoj probleme dhe mangësira, le të themi, në aspektin global. Shumë problem dhe duhet të ndryshojë diçka. Ne ku kemi këtu nearly 11 bilion wiped out, thot. Kemi edhe të tjerat
Që të kuptoni që çdo gjë që unë mundom t'ju them është informacion real dhe unë e kam lexuar dhe jam munduar të krijoj le të themi një analizë detajuar për ju këtu si dëgjues. Të tjera që ndoshta ja vlen që t'i mbulojmë është disa ngjarje të rëndësishme që po krijohen me Ukrainën dhe Rusin, me Amerikën dhe Rusin. Amerika po bën tani diskutime me Rusin për paqe në Ukrainë dhe mendoj që synimi është që të marrin rezervat e mineralëve në Ukrainë për të ndihmuar sektorin e AI-s, okay? Kjo ka qenë një gjë që mendimi im ka qenë gjithmonë synimi dhe besoj që do bëhet shumë shpejt kjo le të themi si marrëveshje. Sepse kur shikoj una që Trumpi takon Zelenski rrin si një fëmijë, le të themi, mbrapa Trumpit dhe nuk di se çfarë thot. Ka ngelur një pozicion shumë të vështirë dhe është i detyruar që ndoshta të firmosin marrëveshjen dhe të bëhet kjo le të themi paqe që mund të krijohet duke coptuar ose duke dhënë ca pjesë të Ukrainës, ndoshta Rusisë dhe pjesë të tjera hyrja e Amerikës aty për rezervat e mineralëve. Kjo gjë nuk besoj që do ndikojë shumë te tregu. Tregu nuk ka pasur ndonjë ndikim, ndoshta te tregjet minerale dhe këto të tjera, por nuk ka pasur ndonjë ndikim të madh me lajmet e Ukrainës apo Rusisë apo luftrat të tjera. Izraeli që pati atë le të themi situatën me Iranin është pak më e komplikuar sepse mund të ulen naftat dhe mund të bëhet një luftë botërore, është pak më e komplikuar situata atje, por në përgjithësi nuk ka pasur impakt shumë. Rusia tani është futur menet e çmimit, mund ta quajmë impakti i Ukrainë-Rusi. Gjërat e tjera që mund t'i mulojmë, do t'i mulojmë gjatë analizës teknikale.